Kush po dominon më shumë? Korrupsioni, protesta në presione vetë apo drejtësia që po bën? Shiko, besoj që te unë ke parë një përkras të drejtësisë edhe në të rastet të spagut. Jam i paknaq me punën e spagut nga dhjetori deri tani. Kështu që po e mbyll shkurt. Edhe bërë mirë të pastroj vetën dhe spagu, e të ribëj vetën. Protesta duhet orientohet drejt daljes nga egoizmi personal i drejtuesve, as organizuesve, se as drejtuesve nuk i quaj, sa akoma nuk janë figura politike. Janë njerëz që atë mikrofonin po e përdorin për kapital politik. Çfarë thot kapital politik? Për të fuqizuar vetën politikisht. Tani, a je teknik? A je i fort? Që ruan ato karriket e tjerë? Apo je lider dhe po fletë edhe po kapitalizon gjithë energjinë e njerëzve këtu për të evidentuar si lider edhe tysh nesër pastaj të bësh dikushi me parti të reja, majta sa djatha, se këta di unë, se këta e din tani, se këtu në Shqipëri çdo gjë shitet dhe blihet. Po e lëm me këtë pjesë. Dhe më shumë që ka hecur deri tani dhe që po i luan themelet dhe po din të ecin do të protesta. Spaku ishte në gjumë fare. Pa ka lëviz diçka nga spaku? Po, aty nuk janë këta se t'ja di për nder. Ore, jem punë, bëj punën. Kape ministrin, flagrancë, kryeministrin, presidentin, kur i kem flagrancë i kap. Po ç'a dini, me ç'a merren këto? Pra si ballugut, ku ka ngecur? Po nuk e di se ku ka ngecur, ato e din, se nuk i kam unë. Aty janë 9 BKE, po s'ka më e këtë gjithë. Në çdo tendër që shkojnë ta kapin vjedhje. Pse shkojnë ta? Edhe thot duam kallëzime. Kallëzime që pëlcasin ti them. E të them kryetari strukturës. Po sa i tha? Çka kallëzime do ti? Shko merr fondet limite që i ke për te çdo dyshimi të arsyeshëm i ke manipuluar. Ky telefoni im bën 500 euro. Ta kanë vu 10.000 euro, 20 fish, se kështu kemi dhërat se tilla. 5.000 euro, 20.000 euro, shko kape, që aty kape. Nuk ke nevojë të shohësh procedurën, se mund t'i bëte rregull procedura pasaj. E dyta, këta që merren prokurime, ka një pasuri të pasifikuar, ka një jetë që nuk e sifikojnë dot. Se mirë, rregullohet rroga dhe i bleket i 200.000 lekë të vjetra në muj rroba. Po s'mund blesh makinë, s'mund blesh makinë burre grua, s'mund blesh shtëpia, e nuk mund bësh pushime çdo javë jashtë. Për kapi, për të punje, dhe zhboje, merr një institucion, zhboje të gjithë, edhe ai që ka marrë pjesë prokurim, edhe ai që fshihet pas tyne si administrator, edhe ai tjetri, shkrije këta, merr dhe pasurinë, kërkojnë ndryshimet ligjore që duan, zeroje pasurinë, se ato i kanë pas me rrogë, i kanë ngrënë, i kanë dhjerë 100 herë ta. Nuk ju del më për të bërë shtëpia. Se ku jemi ne? Ta di matematikë më shumë se ne. Edhe pastaj bëj shembull. Se frika e ruan vreshtin. Unë shoh që nuk e ruan kush për spakun. As e kanë frikë fare. Të ri aty të mëmërisi ai. Bëj sikur mendohet. E të i shofi, çfarë i thot Fatmin Xhafa. I të thotë shqiptarëve, ne duam të ndihmë. Nuk janë atje për vetëm për të marrë rrogën. E mos bëjmë punën, se kur s'bën punën na pengon. Na hyn hak pasaj. Hyn hak drejtësisë. Se mbi spakun mbi ligjin kemi edhe ne drejtën e Zotit. Kështu që unë e them me gojën plot, këta e kanë fajin që janë kaq të rima politikanë sot. Edhe për mua, me inaktivitetin e tyre, dashje pa dashje janë bashkëpunëtorë. Të drejt për drejt, fare kështu, të drejt për drejt. Po i shohun dhe surretit e tyre ku i shoh në rrugë i takoj kështu. S'përdrihen ku shohin se thon ky është një rast i vështirë. Çka kanë bërë? Nuk kanë bërë gjërave të copë.
Kam qenë krah tyre në shumë momente dhe i kam mbrojt. Të mos ta mbrojëm Dumanin, të mos ta mbrojë Elena Gjokun, që është gjyqtare, nuk është e spaku të rast. Ose datën kur tjetër nga sërmu. Dhe i kam mbrojt se kanë menduar që kanë drejtë, kanë nevojë për një mbrojtje. Po çfarë të bëj? Të mbroj inaktivitetin e tyre? Po jo, më nuk e bëj të punën. Se tani u bë kaq kohë. Aty duhet të punohet 10 persona duhet shkojnë në ditë, se kështu është gjendja. Po, në varësi të gjendjes Po, ku jemi. unë shoh, këtu vjedhët hapët, e sërruan kush fare, tendrat i bëjnë hapët, deri te KPP-ja janë shtrirë, bile ka marrë guxim politikanët tanë, kemi raste më urgjent tani, do bëjnë ligjin, që me anë të ligjit që është propozuar, të hiqet e drejta e kontrollit shtetit, të kontrolloj Bankën e Shqipërisë. E drejtë që ka dhënë kushtetuta. Banka mund të jetë e pavarur, unë kam lexuar gjithë drejtën evropiane. Të jetë e pavarur në politikat monetare të kursit, që s'po e mban dot euron aty ku duhet. Por jo për shpenzimet e ndryshme operative, për tendera, për makina, e për një lloj për kontrollin e brendshëm se si ka pas performancë etj. Pse? Institucion kushtetues në bazë në 161 të kushtetues është banka, institucion kushtetues është kontrolli i lartë i shtetit. Është kontrolli suprem, dhe jashtë është gjykatë llogarie. A mund të jetë banka e pavarur dhe të mos zbatoj vendimet e gjykatave civile, administrative apo penale në Shqipëri? Jo. S'mund thua ti ka imunitet penal banka. Po kjo është gjykatë llogarie. De facto në disa vende është gjykatë. Ne kemi akoma kontroll të lartë shtetit për organin suprem i kontrollit ekonomik financiar. Atëherë edhe kësaj nuk mund të shmangësh. Një kompetencë si ta jep kushtetuta mund ta marrë ligji, nuk lejohet. Kjo quhet piratëri juridike. Nuk ndihet shqiptar. Se s'kemi edukatën e duhur, çdo të thotë të ruash institucionet. Ke ruajtur drejtat tua, garancitë tua. Pra, ne kishim vjet në të kohë, 2 institucione që ishin deri diku rentabël. Spakun kontrollin e lartë shtetit, spakun e mping, e vun gjumë, i arriti qëllimin me mbarimin e mandatit kryetarit strukturës, ai tani na bën në një duman tjetër. Edhe këtu kishim një lloj dumani, llojin e tij, siç është Arbensheu, njëri i nderuar edhe i devotshëm në punën e tij. Çfarë ti bëjmë tani? S'kem që bëjmë Arbensheu tani, hajde japim imunitet. Edhe për arrestimin guvernatorit, po heqim dhe strukturën e bankës, si strukturë, ta heqim nga kontrolli i lartë i shtetit. Çfarë frikë kanë ta? Si ka mundësi këta të dalin nga kontrolli? Po gjithë institucionet në këtë vend, edhe në Europë, në demokraci, janë që kontrollojnë njëri tjetrin. Pra, e dyta ka dhënë kushtetuta. Ku ndërhyet kushtetuta është themeli i ndërtesës ligjore që kemi ne. Ne shqiptarët jemi mësuar që hym këtë themeli e gërmojmë, e dobësojmë. Jashtë ka mendime kushtetuese, po duke forcuar themelin. Pra e kanë të i lloj tjetër. Kjo është shumë e rëndësishme dhe kam bërë tani në verë, ka lënë afat diskutimi që nuk është bërë fare nga 15 korriku deri 12 gusht. Deri tani jemi 81 korrik sot, s'ka asnjë diskutim publik. Çfarë po ndodh? Unë shoh me shqetësim, pse e dyta kam punuar 4 vjet kontroll të lartë shtetit. Kështu që e di dhe pse duhet bërë e punë. Dhe kam marrë një edukatun, unë që jam më i përmbledhur më kështu. Se sa do që të bësh letra, unë edhe me nuhatje kam gjetë. Aty ku kam parë letrat më të qepura, aty kam dyshuar ta them dhe konkretisht. Letrat dukeshin në rregull. Dhe personi që kishte bërë po më shpjegonte, me të më po mbushte mendjen. Ndërkohë që lexoja, dëgjoja veshin tim zërin atij. Ishte një kanal, një kështu. Dakor tash unë tani këto letrat mirë pas tash. Me këto letra në dorë do ikin shohim kanalin tash. Isha në një komunë. U zverdaj. Se me letra ishte kanali, po në të vërtet dhe amase kanalin, të gjatë, të gjërë, të çamat. Këtu po duash,
çmimet janë të rejtinguara. Nano ka hyrë në burg, pse ka luajtur çmimi me shumicë, ishte më i lartë se çmimi i pakicë, i disa konservave, bizele, ku të diun. Edhe ka bërë burg. Këta duhet shkojnë, pa leku duhet shkojnë të. Ta në burg jetë trimër. Kush ka kapur këtë? Se këtu nuk e di cili... Ta kanë kapur vetën e tyre më peng. Çfarë funksionon? Se kur themi, flasim për qeverinë, e ke nivele korrupsioni shu, të papara. Flasim për drejtësinë, është kjo që ka shpjeguar. Njerëzit janë lodhë dhe kanë dalë aty. Çfarë ke? A ke në rregull se këto para që vjedhen, këto 100 milion që them unë. 100 milion vjedhen. Nëse ti ke vetëm tendera ke 1.2 miliard në vit, minimumi 300-400 milion të janë zhduk, po tepër edhe më tepër. Të janë zhduk, kanë ikur. Po 300-400 milion spitale, shkolla i ka rregulluar. Po të formalizosh lojët e fatit, ke rregullu minimumi etik me 3 miliard. O me bëj ti si shtet, o shtet pisanjas. Bëj dhe këto pati majnë shqiptarët. Të poluan këto lojët e fati. Këto 3 miliard të ardhë, ti majnë shqiptarët, me në gjoj ti bëj monopol tëndin. Dhe me 3 miliard, ti ke zgjidhur minimumin etik. Nuk do në dhe. Kaq. Se unë po t'jem, do të bëj këtë. Ta nuk do. Janë lidhë me një tjetër, me interes ekonomike, në të që quhet band, politike, kanë marrë pushtetin, me të kohë zgjedhor të manipuluar, që nuk lejon garën, për ne vëtëm që ne dinë që orë ndodhë, edhe duhet që edhe protestat tjetë në nivelin e pjekurisë të përgjigjet këtij momenti historik. Pra, në gjitha këto instrumenta, se do të dilë edhe ke parlamenti që është inekzistent fare, që shumicën e kohës tani si u mbyll tani janë në pushime, ka qenë pothuajse boshatis garriket e parlamentit. Produkti i kodit zgjedhor të vetëm shpresoj është protesta që ka këto problematikët e veta. Shqipëria akoma nuk ka provuar zgjedhje lira të ndershme, barabarta, periodike etj. Që nga cili vit? Apo asnjëherë. Unë nuk di. Nga cili vit, se ka dhe kështu. Nuk ka qenë referendumi, Berisha fitoi në burg, por humbi brenda Shikut. Që Shiku nuk kishte kontroll, pra nuk di se a ka qenë Proçka në burg apo ka qenë brenda Shikut. Pra gjithmonë ka pas prekje. Edhe në të dyshin besoj me një lloj marrëveshje ka qenë. Se e morën vetë ta komunistët në 91-shin, e panë që nuk e shtynin dot, kaluan zgjedhje parakohshme në të dyshin. Edhe me sa e do. Me sa përqind. Por në gjithë bëjmë dyshime kushtetuese, duhet 70%. Më bëjmë aq mere. Pazar. Po. Ata që bën pazarin, ata në burg parët. Ka thënë dikush. Ramizi. Më ka thënë shprehje dikush tani jo ndoshta jashtë teme, por është prapë brenda temës. Po edhe me revolucionin që e nisëm me revolucionin francez. Pse është kjo jo teoria, nuk di si ta shpreh, që gjithmonë ato që janë aty në krye, po e marrim edhe rastin e protestës, do të jenë ata që do të goditen paret. Siç ka qenë në kohën e revolucionit që u pren kokat. Pra, edhe në rastin e Ramizit që ju tha tani hyri i pari. Pra, këto që kanë qenë gjithmonë në ballë ose ta hyj me garancira të tjera. Pse është hipokrizia dhe korrupsioni që ka një pazar të jesë që njihet. Kur Saliu ka takuar Xhani Demikelis, ka qenë një mentor çuku, ai ka vdekur në një hotel, nuk e di si ti. Edhe Nano. E takuar në Trieste në 91-shin. Kam biseduar për këtë moment. Xhani Demikelis përfundoi në burg, ka qenë dhe Kraksi kryeministri i tij, se Xhani Demikelis ka qenë ministri i jashtëm. Kraksi përfundoi në Tunizi etj. Ra garancia. Pati një lloj nxitje, se edhe Nano të respektonte këtë lloj kalimin pushtetit. E sa diun Turgut Özal e nxiti Nano që ai kërkoi të bëte politik. Më globaliste për Turqinë, domethënë, të rishtrinte influencat paktën që koha e Bosnjës, që po fillonte kriza në Bosnjë dhe turqit donin të ishin pranishëm dhe këtu, dhe ai pasi partner pa Nano. Turgut Özal ndroi jetë pa pritur. Nano kishte filluar protestat i bëndat në atë kohë ke stadiumi Dinamo. Edhe Nano përfundoi në burg.
U prishi marrëveshje, mbas u prish nga 2 ekrat, por edhe garantët ikën.